jashtëzakonisht të qartë, po edhe, si më thonë, me një garë që po thuhet që dihet emri i kryeministit, në realitet emri i kryeministit din gjë. Natyrisht që unë nuk jemi të gatshëm. Kënaqësi mirë po gjithë kështu me këtë interesim të madh, besoj që tregon edhe kjo që Kosova ka nevojë me i pas institucionet e veta sa më shpejt, sidomos pas këtij procesi të stërgjatur të cilin e kemi pas të numërimit të votave dhe unë sot këtu jam si përfaqësues i Partisë Demokratike të Kosovës në një mbledhje e cila është e parapam sipas rregullores së kuvendit dhe t'i bëjmë gjitha hapat e duhur që ta kemi kuvendin e Republikës Kosovës, të kemi fillimin e themelimit të institucioneve të vendit, po e them prap pas një stërgjatie të madhe të numërimit të votave, çdo qytetar po na pyet se a do të fillojmë sa më shpejt që të kemi një institucione të vendit, andaj mendojmë që të 15-tin duhet gjithë të japim kontributin që të formohen filloj konstituimi i kuvendit dhe më pastaj të fillojmë edhe në hapa tjerë të cilat janë procedural, ligjor, kushtetues, në mënyrë që vendit të ketë qeveri. Po besoj se kuvendi gjithmonë kryetari është zgjedh, kështu që nuk shoh ndonjë pengesë, mendoj që i takon natyrisht partisë të parë që t'i krijojë kushtet edhe për votimin e kryetarit edhe për votime tjera, andaj ta presim atë ditë. Sa i përket ftesës, edhe kjo është hipotetike dhe ju vetë kur e ngritët pyetjet, thatë që është hipotetike, andaj mos të përgjigjem në diçka që ende ka karakter hipotetik, i vije koha dhe asaj. Une po flas me bazë një tradite, ne se kemi votu as herën e kaluam kryetari në kuvend, kryetari kuvend do zgjedh. As herën se para kaluam kryetari kuvend do zgjedh. Andaj duke e ditë këtë situatë, prandaj po them që unë mendoj që kryetari kuvendit do zgjedhet për aq kohë sa partia e parë që ka dalë në zgjedhje e propozon një emër dhe fillojnë procedurat që kanë qenë gjithmonë. Kështu që nuk e shoh si problematik, nëse ngritet si problematik, atëherë marrim një qëndrim tjetër, mirë po në bazë të traditës ju them që në kuvend opozita nuk ka votu, prapë se prapë kryetari i kuvendit është votu. Kështu që kam rri me marrë numrin e mjaftueshëm të vota, andaj nuk shoh ndonjë problem në atë drejtim. E para arsye ndoshta se këtu tash fjalët po marrin konotacion ndryshëm kur po jipen në një kohë tjetër, mandej kur po analizon në një kohë tjetër. Ne fushata jon ka qenë fushatë e cila ka tentuar me parafru qytetarët tonë në bazë të një programi dhe vizioni për zhvillimin e vendit. Domthonë zotri Bedri Hamza ka qenë një kandidat për kryeministër, i cili ka qenë personifikim i një mundësisë për zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe si tillë natyrisht që programi jon, po dhe fushata jon ka qenë parafruese dhe ka qenë e hapur për të gjithë. Andaj ideja e vijave të kuqe nuk do të thonë gjithnjë në kuptimin e koalicioneve. Do të thotë në kuptimin e një diskutimit që mundet me ndodhë për një diçka të caktuar. Mirë po kjo jo do e mos jemi të hek vijat kuqe ne për koalicion apo diçka tilla. Dhe nuk ka qenë ajo logjik. Prandaj si opozit kemi thonë se përket formimit të qeverisë, i takon partisë e cila ka dalë para që të krijojë, ta ketë aftësinë, bashkëpunimin, komunikimin të krijojë qeverinë. Në qoftë se nuk arrin, është obligim institucional i partisë dytë që të ketë një mundësi bashkëpunimi me parti tjera të formojë qeverinë. Unë kam bindjen që në qoftë se ka një paaftësi të partisë parë për me realizu qeverinë, unë kam një bindje që zotri Hamza është një person mjaft i aftë për me ndërtu një koalicion i cili e ka në fokus atë që ka premtu, zhvillimin ekonomik, përmirësimin e mirëqenies qytetarëve, dhe mendoj që është një person që pranohet nga një shumicë mjaftueshme në kuvend atëherë kur i vje rasti. Mirë po, si me thonë, mos bojmë hop ende pa më rritë dhe i në atë pozicion. Parlamentar në qëse është përmendur sundje edhe kjo çështja e peshkimit deputatëve të vendosjes. Jo, natyrisht që ka unitet, domthonë jemi legislaturë e cila jemi mjaft të bashkuar, themi edhe të zellshëm me përfaqësu Partinë Demokratike të Kosovës, kështu që besoj që kemi një përfaqësim të jashtëzakonshëm, nuk vjen shprehje që të pakohemi si grup. Mirë po,
tash a do rritemi si grup, nuk dihet. Nuk kemi në atë fazë, nuk kemi qitë as kushte, as... Po... Jo, shiko, une pe kuptoj mungesën... Shiko, ne kemi thonë gjithmonë që opcionet janë, ne kemi paraqit disa herë që opcionet janë brenda partive opozitore. Dhe une pe kuptoj që ka mungesë transparentës nga partia por, në mënyrën se si ka realizu gjatë tërë kësaj kohe, negociata, diskutime dhe në mungesë të transparentës mandej po implikohet që të kemi pyetje hipotetike. Mirë po, thashet njëherë, ne kemi një pozicion jashtëzakonisht të qartë, po edhe, si me thonë, me një besim të madh që kemi një kandidat i cili arrin me kriju një shumicë në se ka një paftësi të partisë parë për me kriju qeverinë. Dhe du të me pas vullnet, unë ndëgjova më herët që po thuhet që dihet emri i kryeministit, në realitet emri i kryeministit e din 61 vota. Këtu përfundon. Dhe natyrisht që unë nuk jemi të gatshëm për me dhonë asgjë sot as në konferencë për shtyp, as në një pozicion 3, do më na jemi të gatshëm me po konsumimin e të drejtës nga partia e parë, dhe në momenti kur konsumohet ajo drejt, na jepet neve e drejta, atë drejt me transparencë jashtëzakonisht madhe. Jashtëzakonisht madhe, do ta paraqisim para publikut çka janë kushtet tona, çka janë veprimet tona, cili është programi jonë, sepse këtu njerëz po folin për qeveri veç në kuptimin funksional. Le të formohet qeveria. Çka i sjell ajo qeveri shtetare? Apo e din dikush këto negociatat për qeveri, apo e din apo e kanë një prioritet të qytetarëve në vend të parë. Nuk po e shoh si tillë, andaj ne në momentin kur na vjen ajo e drejtë, ne do ta ndrojmë këtë format që po bëhet sot, do të tregojmë për çka qëndrojmë dhe për çka na nevojitet ajo qeveri. Nuk na nevojitet neve qeveria, do e mos që të kemi veç kandidat. Neve na nevojitet një qeveri e cila ka një efekt në jetën e qytetarëve direkte. Jo kështu garë ta çujnë mes partive politike, thotë se është një garë e egove, ne do ta bëjmë 61-shin, ju do ta bëni 61-shin. Fare se më rëndësia. Unë besoj gjithë nga ju e shihni që qytetarët ju ndalin çdo ditë, ju pyesin për formimin e qeverisë, jo se ju intereson do e mos formimi i qeverisë. Ju intereson efekti në jetën e tyre. Të ke protesta për ngritjen e energjisë elektrike, nuk ki asnjë lloj përgjigje ndaj protestave. Ki probleme të mëdha të cilat paraqiten në jetën ditore të qytetarëve, nuk ki asnjë përgjigje. Dhe nuk dihet për çka po bëhen negociatat. Partia Demokratike e Kosovës e ka kandidatën e vet, e ka programin e qartë në momentin e parë, të cilin ne kemi mundësinë, do të jemi jashtëzakonisht transparent dhe formimi i qeverisë do ta ketë veç një cak për mirësimin e jetës së qytetarëve. Mendoj që është vendimi i tyne, prap nuk po duam të spekuloj arsyet e tyne. Mendoj që këtë pyetje është mirë me apo atyne dhe merrni përgjigjen nga ata. Është e drejtë e tyne me thirr. Asesi s'ka mendim, domethënë se çka bën lëvizja vendosje, mënyrën që është paraqesin ata mendimet e tyre, kur farë mendimi s'kam, unë mendimet po miropafshim në të bojnë çka dojnë. Diçka tjetër po më duket s'ka, faleminderit shumë. Qëre, ka një konsenzus, që po ta jap një përgjigje, ka një konsenzus mendoj, të gjithë qytetarëve me të gjitha librezat partijake, që ekspert të qeverisjes, kryeministër të mundshëm për zhvillim ekonomik, nuk ka më të mirë se Betri Ramsa. Dhe kur ju thëm këto, ju thëm edhe statistikisht e di që në gjë e tillë. Mo ka një mendim për të gjithë qytetarëve të partive të ndryshme, me libreza të ndryshme partijake. Andaj, përmirësimi i gjendjes së qytetarëve nuk mundet me u bë pa dikë që është ekspert në këtë lëmi. Andaj, njëra me tjetrën janë shkak dhe efekt, kështu që kjo kishte më qenë përgjigje. Faleminderit shumë.